Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin radhës në emisionin Bolt në televizionin Arbëria. Sonte kemi të ftuar poeten Blerta Tmova Veselaj, ku do të flasim për letërsinë, poezi e në fokus të veçantë për përmbledhjen poetike që ka botuar në kohët e fundit me gjej këtu. Përshëndetje zotja Blerta, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën, mirë se gjeta. Përgëzime për librin e botuar në kohën e fundit, si po pritet dhe sojnë e knoqër ju si poete me botimin e librit të radhës. Unë besoj që secili poet librin e ri e pret si ardhjen e një fëmije në jetë, kështu që secili libër i ri e ka atë kuptimin e vetë dhe unë kam punu me shumë dëshirë në këtë libër, nuk është i planifikuar një kohë gjatë, po krejt rastisht ka ardhur te vendimi për botim. Jam e kënaqur me punën që është bërë në këtë libër. Tash sa do të jenë të kënaqur edhe lexuesit, pritet shihet, sepse ka shumë pak kohë që veç ka dalë nga shtypi. Është në vazhdimsi të librave të mëpashëm të botuar, apo ka diçka të veçantë që trajtohet në këtë libër? Sa i përket trajtimit tematikës, ose unë zakonisht botimet i kam poezi, edhe ka një kohë që jam fokusu ma shumë te pjesa e lirikës. Në këtë aspekt nuk ka ndonjë veçanti të madhe, po në këtë libër është punu ma shumë ndoshta te dizajni, te rregullat e shkrimit, e disa gjana të ndryshme që besoj që te secili libër kam diçka të vogël që e bën të ndryshëm prej librit tjetër. Çka është e ndryshme nga të tjerët në këtë librin me gjej këto? Po te ky libri i fundit kam shku direkt veç me poezit, e kam lënë tamam kuptimi i poezisë me tingëllu si ajo pjesa e fortë e librit. Pastaj është punu në pjesën e kopertinës një kohë pak ma gjatë. Te hyrja është një hyrje filozofike, nuk është letrare apo lirike që i përket pjesës tem, po kam dashur me pas një ndryshim që mu kuptu edhe prej anës tjetër të lexuesve, edhe këto janë të veçantat. Si u pretin nga njerëzit dashamirët e poezisë, në veçanti të librit, me botimin e këtij libri? Ndoshta është kohë e shkurtër për të marrë një feedback nga njerëzit dashamirët të artit, por megjithatë miqt, njerëzit që dojnë librin e kanë pasur në dorë. Cilat janë komplimentet, cilat janë reflektimet e tyre karshi librit? Unë fillimisht pa ardhur deri te botimi i librit, pa e vendos botimin e librit, i marr vlerësimet, kritikat e njerëzve që besoj që e njohin mirë poezinë. Të paktën te ata që unë kam besim për këtë pjesë, edhe pa u dhënë një dritë e gjelbërt prej tyre se ja vlen me qenë një botim i tillë, nuk vazhdoj. Kështu që unë e kam marrë atë vlerësim edhe kam vazhdu me punën drejt botimit. E thash që është një kohë e shkurtë që libri ka dalë, nuk është që kam bërë një promovim të këtij libri, për shkak ndoshta që koha është e shkurtë, po edhe nuk kam shumë mendime të njerëzve të tjerë, po ata që kam pas mundësi t'i lexojnë poezitë e këtij libri, vlerësimi i tyre ka qenë i kënaqshëm. Po të shumë njeriu që nje më së miri librin edhe punën e vetë krijuese është vetë poetja në këtë rast Blerta Tmova Veselaj. Çfarë trajtohet në këtë libër? Cilat janë tematikat që dominojnë në këtë përmbledhje poetike? Unë e thash edhe më herët, fokusin e kam te temat lirike, shkruaj në përgjithësi për jetën, për përditshmërinë, gjërat e zakonshme që përballej me çdo ditë,
sidomos femrat në disa aspekte, po që dashurinë e kam si pikë kyçe ashtu që dominon. Nuk kisha me thonë që shumica e poezive janë, po janë dominante poezit që trajtojnë dashurinë. Tematika e dashurisë pothuajse nga çdo autor ose autore trajtohet, por trajtohet në forma të ndryshme. Trajtohet në çështje të ndryshme, herë shihet si abstrakte, herë si konkrete, herë si shtys për dashurinë që kanë njerëzit mes vete, por dashurinë edhe ndaj vendit, dashurinë ndaj familjes, dashurinë ndaj fëmijëve në çështje të ndryshme. Ku fokusohet Blerta në vargun e saj? Unë nuk e kam veç njënin drejtim. E shkruaj dashurisë për një person caktuar, dashurisë për familjen, jo shumë herë, po në rastet veçanta dashurisë për vendlindjen. Po unë besoj shumë që dashuria fillon brenda nesh dhe është pika më e fortë që dikush mundet me trajtu, si në poezi, qoftë tregime, qoftë çka do, dhe deri te romanet, po është një pikë shumë e fortë që vlen trajtohet në mënyra të ndryshme. Unë shpëthuj se tematike pashtershme, për faktin që ka vend të trajtohet edhe shihet në kënd vështrime të ndryshme. Sa keni arritur të kapni vargun, të kapni fjalën e kësaj tematike që të hynë kuadër të përgjithshmes, të universales, që vargu ose fjala në poezitë e juaja të jetë e përgjithshme dhe afatgjate në kohë? Kjo nuk varet krejtësisht ndoshta prej meje, po unë me kalimin e kohës besoj që jam trajtu në këtë drejtim. Fillimisht kanë qenë gjanat pak më të mangëta, pak nuk kam pas një bagazh që me ditë sakt se çka. Po vlerësimet e njerëzve atyre që kanë kalu para meje këtë rrugtim, unë besoj që jam përmirësu, edhe pse frymëzimi është diçka që nuk varet se prej gjanave tjera, varet prej vetë personit, gjendjes brendshme, po unë besoj që kam arrit një pjekuri duhun këtë pjesë dhe po vazhdoj me trajtu që me arrit sa ma shumë një nivel sa ma të lartë të poezisë. E thatë që çdo përmbledhje poetike është e pamundur të dallohet nga njëra tjetra, po ashtu po besoj që vlen edhe për çdo poezi. Cilat poezi do t'i dallani? Pak a shumë që e ndjen më shumë në përmbledhjen e fundit. Çfarë bën më të veçantë nga tjetra? Poezitë është ashtu vështirë se secila e ka një moment caktuar që shpërthen për diçka. Po unë poezitë që ndoshta kur i kam shkruajt nuk i kam pa si dallueshme, po në momentin kur njerëzit i kam pa dhe ju kanë dhënë një ngjyrë tjetër, unë ato poezi i kam pak ma tash i kam ma për shpirt, jo kur i kam shkruaj, jo me qëllimin që kur i kam shkruaj me pas një dallim, po që do me thënë kur lexohen, kur interpretohen prej dikujt, ato poezi po bëhen ma dashuna për mu. Bler, ka poet ose poete të cilët shkruajnë për lexuesin, ka poet ose poete që shkruajnë për vete. Nuk e kanë hallën ose dertin se çfarë thot lexuesi, mbrendia vetë, shtysa brendshme e bën që unë do të shkruaj këtë poezi, edhe shumë pak është e rëndësishme sa do të pranohet, me rëndësi unë do të shprehje atë që e ndjen nga media. Ku gjendet Blerta në këtë drejtim? Në fakt, kjo është shumë e vërtetë dhe po për faktin sa shkruan veç për veten, mund të shkruaj çdo kush edhe nuk është shumë e rëndësishme, është aq sa ti njesh i plotësuar, shkruan, vazhdon edhe nuk ka një rëndësi të madhe se çka mendon tjetri, për derisa ti nuk shfaqesh në publik, ose
Po përderisa ti merr guximin të ofrosh shkrimet e tua dikujt tjetër, atëherë është edhe një pjesë e përgjegjësisë se ti nuk ke drejt të t'japësh veç se çka mendon. Duhesh ti përmbahesh pak rregullave atyre dhe çka mendojnë tjerët për poezinë tonë. Unë kryesisht jam bazuar në ato, se nëse një poezi fillimisht nuk kam pëlqen mua, atëherë nuk ka asnjë mënyrë që të shfaqet te tjetri. Po patjetër që edhe mendimet normal duhet kalohen disa faza që ajo poezi është e vlefshme të kalohet te lexuesi ajo. Ka të shkruani, ju bjen ndërmend lexuesi? Në fakt, jo, në ato momente është diçka që ti lufton me atë botën tonë të brendshme për me arrit një përfundim, shembull një poezisë në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Edhe kur përfundohet kjo, lexohet, në momentet kur merr me rregullu diçka brenda poezisë, atëherë shkon mendja që dikush mund ta lexoj këtë poezi. Por në ato momentet e para, derisa shkruhet, jo me qëllim, po humbesh. Nuk është që e mendon shumë se dikush ka me pas në dorë këtë poezi. Frymëzimi i poetëve vije, ta themi, edhe atëherë kur nuk e pret. Detajet të vogla, në momentet të ndryshme kohore, në ngjarje festive, ngjarje dhimbshme, në solemnitete të ndryshme, në ditë të rëndëmshme, në një ditë shiu, në një ditë me diell, në një ditë në pushime, çdo vend edhe çdo kohë mund ta gjen. Ku i gjen blerta? Më shumti ku frymëzohet. Cila është ajo ndjesia që e prek më shumti që të shkruan poezi? Unë inspirohem shumë prej ngjarjeve, siç e the, po edhe prej dëgjimeve të historive të ndryshme, teksteve të muzikës, i kam pak si pikë të dopt, mjafton një detaj me kapë? Një detaj edhe unë shkruaj diçka, po që e the edhe ti, këto shetitjet, takimet me njerëzit, gjithmonë kanë diçka që me dalë diçka e bukur. Po ashtu ka poet ose poete në këtë rast që motivohen, frymëzohen edhe nga librat duke lexuar nga librat e tjerë. Që shihet shpeshherë në shkrimet e tyre që është indikuar në mënyrë indirekte, jo të drejt për drejt, në mënyrë indirekte nga një poet apo një poete, një shkrimtar, një shkrimtare. Ka ndodhur që të ndikohet që të pëlqenin ndonjë autor që ju shkon për zemër më shumë, nga të tjerët edhe të shihet më pas në vargët e juaja, që është një ndikim indirekt apo jo? Po, ka. Zakonisht krijohen rrymë të tilla letrare. Po, kam pas edhe nuk muj me thoni raste shumë të shpeshta, po gjatë leximit, se unë zakonisht e lexoj poezinë, po më pëlqen shumë romani. Edhe gjatë leximit romaneve të ndryshme, më ka ndodhur shpesh që unë e kam lënë faqen për gjysmë, edhe jam inspiruar për me shkruaj diçka, duke e lidh atë pjesë që jam kanë të e lexuar. Kështu që ndikohet ajo pjesë, ndikohet shumë. Të shkruash poezi ose letërsinë e përgjithësi është të shprehësh ndjesi. Ndjesi zakonisht ose emocionet i studion psikologjia. Jeni edhe psikologë. Sa keni mundur t'i kërshëtoni këto dy fusha që të krijohet një art i mirëfillt? Në fakt, unë nuk kam bo përpjekje të mëdha për me ndërlidh psikologjinë me artin e të shkruarit. Për shkak që fillimisht unë kam shkruaj që e vogël. Nuk është që e kam mendu ndonjëherë kur kam fillu me shkruaj që kam e studiu psikologjinë. Me kalimin e kohës, rrjedha e jetës, gjanat, qysh rrjedhin edhe
unë erdha deri te studimi i psikologjisë. Po pasi përfundova studimet, nuk është që jo marr shumë e pjesën e shkrimeve. Këtë pjesë e kam fillu tash si për dytën herë para 3 viteve. Edhe me fillimin e shkrimeve nuk e kam bo shumë ndërlidhjen me psikologjinë. Po tash kohën e fundit gjanat ashtu po vinë që dashta s'dashta po më ndërlidhen ma shumë. Ndoshta vetë ajo pjesa që dhe leximi i degës psikologjisë gjanave ka psikologjia e kanë atë pikën e vetë që dashte s'dashte ndërlidhen. Po asnjëherë nuk jam nis me atë qëllimin që shkrimi jam me ndiku komplet në psikologjinë e dikujt. Edhe pse e mendoj këtë pjesë, po nuk e kam prek ende. Psikologjia dhe letërsia janë ato dy degë të cilat i emërtojnë. Psikologjia emërton ndjerësitë. Konkret tregon gjendjen emocionale, po ashtu edhe letërsia figuracioni artistik e bën që të përdoren figura të shpeshta edhe në forma të ndryshme. So keni fokus në këtë përqendrim? Te letërsia po mendon? Te letërsia. Unë mundohem me qenë e rregullt në rregullat e letërsisë. Nuk kam studiu letërsinë që t'i përmbahem fillim e mbarim gjatë shkrimit tem rregullave të letërsisë. Po me aq sa kam njohuri, mundohem t'jem shumë e saktë. Kam pas vrejtje disa herë që mos shkruaj me strofa, mos shkruaj me rim, po unë e pëlqej atë pjesë. Një poezi që nuk ka rim, unë e lexoj, e pëlqej, mund ta pëlqej tematikën, po e shoh që diçka i mungon. Të paktën ashtu është për mua, nuk do të thotë që është për gjithë tjerët. Edhe unë vazhdoj me shënu poezinë jo gjatë gjithë kohës, por në shumicën e kohës me rim. Përdori edhe figura tjera letrare, krahasime, normal ato janë kritikët letrar që e vlerësojnë edhe unë ndoshta jo çdo herë me qëllim që t'i përdori ato, i kam përdor, po në momentet kur ata i kanë lexu edhe e kam vrejt pastaj unë që sa shumë i kam përdor ose jo. Po nuk nisem me një qëllim. Poezia jam është kryesisht ndjenje e brendshme. Emocioni i momentit, nuk ka baza fillim ose plan paraprak për më shënu diçka. Te pjesa e psikologjisë normal që ndërlidhet ma shumë, sepse psikologjia është vetë kjo fusha që merret me ndjenjat, me emocionet, me kuptimin të mësuarit e gjitha që dashte pa dashti i ndërlidh në poezi për momentin. Gjërat në letërsi janë inspiruese, motivuese që vijnë edhe nga brendësia, nga realiteti ku jetojmë, edhe se e ndikuar nga realiteti, nga rrethi, nga paradigmat, stigmatizimet që ndodhen në shoqëri, nga padrejtësitë e ndryshme sepse shpeshherë poetët preken shumë lehtë edhe ne. Sa është ndikuar Blerta nga ky realitet në shoqërinë tonë? Që pastaj paraqitet në poezi. Po kuptoj, ndikohem, po jo aq shumë. Ndoshta disa gjëna me kalimin e kohës njeriu që i kalon edhe vetë, pjeket një farë mënyre edhe e ka ma të lehtë me i kalu gjanat pa u vrejt shumë tek tjetri. Unë nuk është që nuk i përjetoj këto gjana, nuk është që nuk shkruaj asnjëherë, po në realitet mundohem edhe me u ik pak. E vrej që një shumicë e poetëve mjafton një ngjarje, t'jetë lajm edhe
është nga secili një poezi për rastin. Nuk e di sa është e mirë kjo pjesë ose sa, po unë për vetën tem nuk e shoh shumë të arsyeshme, sepse nuk e di sa dëgjohet zani i neve poetëve në raste të tilla. Kështu që ndonjëherë mundet me qenë një barë shumë e rëndë për vetë ata që e kanë përjetu rastin, pse duhet me ishtu edhe na që muj me e lecu gjatjen. Kështu që nuk e kam si pik kyçe këtë pjesë. Mundohem me u largu sa më shumë. Secila përmbledhje poetike mundohet vetë poetja të nxjerrë një mesazh nga ajo. Po ashtu edhe secili varg ose secila poezi e bart mesazhin që dërgon te lexuesi. Po poeti shpeshherë din të bën një luftë të brendshme duke krijuar që ta shef, ta themi, këtë mesazh edhe të shkon derisa ta gjen lexuesit, të mos jetë drejt për drejt. Ku gjendet vlerëta këtu në poezitë e saj, sa mund të zbërthehet poezia e saj, sa mund të nxirret mesazhi që jep për lexuesin në kuadër të fjalës, të vargut dhe ndërtimit, rimës, ritmit apo strofës në përgjithësi. Unë jam pak ma e drejt për drejt. Në këtë rast nuk jam prej atyre që mundohet shumë me mbulu mesazhin. E kam shumë me qef kur lexuesi e kupton poezinë tem me një shikim. Besoj që jo të gjithë e kanë shumë për qef poezinë. Po nëse një poezi e jamja i bjen dorë dikuj që shembull ka vite që s'ka lexu, edhe e lexon me pas dëshirë që me lexu edhe një poezi tjetër tam. Jo me thonë, ai çka pas ka bo kjo. Kështu që unë jam nis paka shumë me a lecu lexuesit ato që ka merr prej meje. Edhe vetë jo me asoj fryme që poezi që kuptohen let, e shoh që edhe kur i lexoj më pëlqejnë më shumë. Një pjesë e lexuesve apo njerëz të librit, ta themi kështu nëse mund ta themi, thotë që çfarë dallon poezia, përmbledhjet poetike, e vlerëta të mohma veselat nga të tjerat. Çka është e veçanta e përmbledhjeve poetike ose poezisë suaj nga të tjerat, që mendoni që këto poezi identifikohen me juve. I lexon poezinë, shihet poetja që ka një stil, formë, qasje të shkruarit ndryshe. E kuptueshme. Unë besoj që secili poet e ka atë, ndoshta është një dallim i vogël, po që e krijon atë dallimin sa do të vogël, po që është vetja e tij. Secili poet, e tham edhe më herët që është një shumicë i shkruajnë dashurisë, po nuk dallimi krijohet prej vetë poetit. Unë ndoshta nuk kam mujtë me thonë që jam e veçantë në këtë aspekt, ose po që tjerët kur i kanë lexu poezinë tem kanë thonë që po vrehet dallimi, ose kur e kam pa një poezi, kur e kam lexu poezinë e kam ditë që është e jotja, dhe pse s'ka pas emër. Do me thonë, me kalimin e kohës, njerëz që të përcjellin e vrejnë atë dallim. Edhe unë nuk kam punu që me qenë kjo shumë e dukshme, po që me kalimin e kohës krijohet një lloj stili që e bën diferencën prej tjerëve. Në një kohë plot dinamizëm, në një kohë që ka ndryshuar rrjetat, është dinamike jetësore, në një kohë të digitalizuar ose në proces të digitalizimit. Në një kohë që shpeshherë është një pikë pyetje, sa po lexohet i libri. Çfarë do të thotë për vlerën të shkruash dhe të lexosh letërsi? Unë për veten e lexoj, vazhdoj me lexu libra, ndoshta jo në atë mënyrën sa shumë kam lexu dikur, tash nuk e kam shumë atë kohën e duhur për me pas lexim aq gjatë, po lexoj, vazhdoj me lexu. Shpesh herë edhe me shoqet kur bisedojmë,
unë thëmë, kam me ble një libër, ose diçka, dhe e shoh që në shumicën e rasteve habiten. Sa po lexohen, nuk e di. Kjo temë është trajtu edhe kohën e fundit shumë. Nuk jam unë që muj me përcaktu nëse ka lexues ose jo. Po vrehet një ndryshueshmëri e madhe, ndoshta se leximi ka kalu tash në mjetet elektronike. Nuk është leximi në libra siç ka qenë dikur. Ndoshta kjo e bën diferencën. Po që ka ra lexuese, numri i lexuesve, nuk e besoj. Nuk e besoj që është në ranje sa ka qenë dikur, po tash vetë se leximi ka kalu diku tjetër. Çfarë do të thotë të shkruash? Po varet nga kush shkruhet. Për mua është një pjesë e jetës që edhe në kohët kur kam dashur me shmang, nuk kam arrit me shmang. Ndoshta në kohët më të vështira ka qenë një lehtësim shumë i madh për mua shkrimi. Është, domethënë, një pjesë e pandashme e jetës tem që prej që kam fillu me shkrimet e para, nuk e di, kjo dashuri gjithmonë ka shku, edhe veç është rrit, nuk është ndërprej asnjëherë. Nuk muj me dhani për kufizim tamam të sakt se çka do me thonë shkrimi për mu, po nuk e di tyfja kisha dalë nëse se kisha pas. Shpeshherë autorët, poetët ose poetët hynë në kuadër të vargët, për hetimet e tyre, jetë atyre, edhe në leximin e tyre, në shpalusin e vargjeve të tyre, poezive të tyre, e gjem vetë poetin. So ka mundur të ikë nga kjo blerta në këtë rast, poezive të saj, që poezia të merr kuptim më universal, më të përgjithshëm, sepse edhe kjo nuk përjashtohet për faktin që shumë kush e generalitetin në vargën që e lexon. Po unë shumë herë kam pas atë dilemën e njerëzve që çdo përjetim, çdo shkrimi jam patjetër është përjetimi jam. Unë e thash edhe më herët, nuk është ashtu, mjafton një bisedë me dikon që ka përjetu diçka, edhe e qes në letër. Nuk do me thonë që është patjetër ajo përjetimi jami. Po e kam vrejt që lexuesi e merr si shumë personale jetën e poetit. Kam pas disa raste kur edhe më kanë thonë, e kam lexu poezinë edhe ju kam përfituruan me ngjarjen që ka ndodhur. Ndoshta s'ka pas të bëj hiç ajo me jetën tem. Po që njerëzit e kuptojnë atë mënyrë. Unë nuk jam mundu me u largu, po as nuk e kam gjetë si pikë të fortë temën ato që patjetër jeta jam duhet me u shpreh në poezi. Ka ndonjëherë ndonjë lidhshmëri, po jo që do me thonë kryesisht jam bazu të jeta jam personale. Për fund po kthejmë prapë te libri me gjej këtu, sa jeni kënaqur me botimin e libra, sa poezi përmbledh kjo përmbledhje poetike, dhe a keni plotësuar këshërinë që keni pasur në botimin e këtij libri që ka dalur ajo që kam pritur? Po, unë e kam pas fillimisht këtë libër, është e ceka edhe më herët, është punu shumë për kopertinën, ka punu një dizajnere e re, cilën e falenderoj shumë. Kjo më ka përmbush përfundimisht, kështu ka qenë ajo kurora. Unë poezit, do me thonë, veç i trajtoj më herët që redaktohen, lekturohen, marrë mendime që kjo bën, ose kjo nuk ish vlejt me qenë mrena librit, edhe normal që e largojmë. Nuk ka kuptim një poezi me e prish rrjedhën e një libri që mundet me qenë i arrir. Unë jam e kënaqur
pjesën sa kam punu unë edhe sa kam punu bashk punëtorët e me në këtë libër, tash sa e mirëpret lexuesi pritet shihet. Por sa i përket punës time, normal që jam e kënaqur. Në këtë libër kam 72 poezi. Nuk i kam të ndame me kapituj ose me diçka tillë që kam vepru për shembull në librin paraprak. Po është një përkufizim i krejt atyne poezive që lidhen me jetën, me dashurinë, me ngjarjet e përditshme. Ky është në përgjithësi. Motivimi, inspirimit e poetëve shpeshherë prishin planet e tyre, edhe kur nuk pret fare, krijohet poezi ose krijohet përmbledhje poetike, po prapë se prapë ka plana afatgjata, ka projektime të cilat i ka secili njeri. Cilat janë projektet e Blertës për të ardhmen, çka presin lexuesit? Unë e kam thënë edhe me një emision tjetër, nuk du me dhënë premtime mo, sepse nuk po arri me ju përmbajt fjalëve të mia. Unë kam fillu u marrë me shkrimin e një romanit, nështë ka më shumë se 2 vjet, po kam shku shumë hapa ngadalshëm. Për shkak, normal gjithmonë për shkak të kohës. Edhe në botimin e librit para këtij, unë dhash fjalë që nuk do të botoj më libër me poezi, përderisa nuk vjen romani. Edhe nuk o përmbajta, do me thonë, romani nuk është i gatshëm ende, po libri me poezi veç tash ka përfundu, ka dalë prej botimit. Kështu që nuk e di, unë po vazhdoj me punu në atë roman, e kam shumë për zemër, është një temë e ndjeshme për mu, nuk është që e kam kalu unë, po është që ka prek, sa do pa ka prek te unë, po mundohem me trajtu në njërën ma të mirë të mujshme, tash nuk e di. Poezia ndodh në sekonda. Edhe ndodh najherë edhe një kafe kur jam të e pi vetë, mundet me ndodh që shënoj 2-3 poezi. Kështu që me romanin nuk është që muj me e bo këtë punë, ka që të madhe. Shohim, nuk guxoj me premtu më kur gjo. Blertë, faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëria. Ju urojmë suksesin në krijimtarinë tuaj letrare. Faleminderit edhe një herë juve. Më vjen mirë që diskutojmë në një mënyrë pak më ndryshe rreth librave të mi, kështu që shpresoj të jem edhe ndonjëherë tjetër kur të kem risit e radhës. Ju urojmë sukses. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.